Bukur shumë. Tani, të flasim për punën tënde, Flutura. Puna është në komunë që 25 vite. Po. Ke studiuar për atë punë që bën, ke punuar kështu... Me të thënë drejtë, nuk e kam studiu. Unë kam kryer normal shkollën në Prishtinë. Në 91-ën kemi ardhen në Zvicër. Dhe kam kryer krejt një punë tjetër. Okej. Një shkollë tjetër, por dikon në vitin 2000, unë kam pas një aksident shumë të madh. Edhe masi që jam zgju prej komës, ka ndru mendimi im për gjithë çka po bëj. Pse unë rri në zyre ton ditën. Edhe kam pas kohë me menu për në atë kohë. Dhe kur u shnosha, u bona mirë prapë që kam mujt me ecë, kam fillu me lyp një punë që muj me ndihmu njerëzve. Do me thonë, unë besoj në Zotë ose në univers, por ai aksident më ka kthy menjen që unë kam betë këto për me kry, për me bëti qka. Jo veç me nejtë në zyre edhe me punu edhe më këthy në shpe. Edhe kam fillu me lyp një punë që mu në atë moment komës, mu ka kthy gjithmonë në kokë. Edhe pse kam vetë fëmi, kam pas qef shumë me punu me fëmi. Me au të regu një perspektiv tjetër tjetës, që në mas çdo tuneli vjen një dritë. Edhe kështu kam fillu dikon me 5% punoj në cokë, në një organizat, edhe dikur mas 8 vjetëve dikon 80%. Në atë kohë, unë kam kryer shumë kurse që mu kanë dashtë, po me studiu s'kam mujt, se prej aty në 3 fëmijëve, një fëmijë është që nuk ndigjon edhe nuk flet. Fëmija im I vogël, nuk ndigjon edhe nuk flet, për ata unë e kam mësu gjuhën që flet me dorë. Okej. Edhe në atë kohë, kur jeta bëhet 5 vjeç, unë them, okej, tash do të filloj një punë tjetër, edhe kështu kam fillu. Ndërkohë, për fëmin tem që më duhet më shku në shumë terapia, kam punu 50%, edhe 50% të kohës time I kam kalu në për terapi. Për fëmijën. Po, tash jeta I ka 18 vjetë edhe është shumë mirë, nuk flet, po flet gjuhën e durve. Okej. Edhe tona këto sene më kanë pru mu deri të jem qaj person që e kry atë punë me 3. Shumica janë migrant. Pse e them këtë? Fëmijët zvicran kanë shumë hobi. Shkojnë piano, shkojnë karate, shkojnë... Fëmijët e migrantëve janë ma pak që ndoshta kushtet, ndoshta interesi, nuk bojnë shumë hobi. Edhe kështu që ata vinë të ne, edhe ne punojmë me ta. Punojmë për të mirë, për të keqa, ata flasin për sendet që I mundojnë, mas shumë ti. Në shkollë, në shpe, në rrugë, ka fëmijë problematik, ka fëmijë jo problematik, po shumica janë fëmijë shumë të mirë. Shumica janë shumë të mirë. Vetëm duhet me folë me ta, me u tregu se jeta nuk është vetëm me gjëra negative, po edhe pozitive. Të kuptoj. Të ne vinë shumicën në rastem kur nuk kanë shkollë, do me thonë mas shkollës, ose në ato ditë kur e kanë pushim. Ne mira me ta luim prej biljardos, deri në ping-pong, futbol, bojmë koncerte, bojmë party, gjithë shka që ata dojnë. Nuk vjen ideja nga unë. Dhe mbani sekret gjdo rrethim të tyre që japin të kjo. Po, e kemi kod të punës. E keni kod të punës.